kanë qenë çifti më e komentuar kohëve të fundit, po flasin për Gjestin dhe Egli Takon, të cilët romancën e tyre e nisën brenda murave të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ku mes momenteve të afërta dhe të ndjera nuk munguan as premtime të bëra ndaj njëri tjetrit. Megjithatë që pas përfundimit të reality show, çifti nuk është parë më bashkë në publik. Edhe në daljet e tyre mediatike të dy janë treguar shumë të rezervuar kur janë pyetur për raportin mes tyre. Një numër i madh i ndjekësve janë kurreshtarë dhe presin sqarime nga të dy lidhur me statusin aktual të marrëdhënies së tyre, por deri tani as Gjesti dhe as Egli nuk kanë vendosur të japin një përgjigje të qartë, por se sa do të zgjasë kjo heshtje, e din vetëm ata. Nga ana tjetër na duhet të kujtojmë se si Egli Tako po ashtu dhe Gjesti po punojnë fuqishëm për të publikuar projektet e tyre muzikore dhe me sa duket, puna për ta është parimore në këtë periudhë. Gjesti po vazhdon me koncertet e tij anë ban botës, ndërsa Egli po përgatitet për këngën e saj të tretë brenda pak ditëve. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.